unë do të kaloja dhe tek Piro Gjerazi. Piro Gjerazi lindur më 10 nëntor 1932 në Fier, i biri i Kolit dhe Theodora Gjerazi. Shkollën fillore dhe unike ka mbaruar në Fier, ndërsa më vonë ka kryer liceun artistik Dega Dramaturgji. Ka punuar fillimisht si punonjës i Shtëpisë së Kulturës. Më vonë në vitin 1951 ka qenë regjisor i Shtëpisë së Kulturës dhe në vitin 1953. Ka vënë në skenë shumë drama e komedi, Nën gështenjat e Pragës, Bluzat e bardha, Dega e Gjelbërt. Ka fituar çmimin e tretë në Olimpiadën Kombëtare të Teatrove me dramën Dega e Gjelbërt. Ka qenë drejtori i kinemas, pjesëtar i grupit të parë të valleve dhe këngëve popullore në qytetin e Fierit, drejtori i Shtëpisë Kulturës, si dhe përpara se të dilte në pension ka qenë dhe ekonomist pranë Parkut të Madhrave. Atëherë unë ju uroj edhe një herë mirëmbrëma dhe ju falenderoj që u pranuat ftesën për të ardhur në emisionin Kolazh. Faleminderit dhe juve. Ju faleminderit dhe juve për ftesën që na bët. Doja ta nisja bisedën me juve, Tereza. Duke lexuar nga CV-ja juaj ishte shumë me një aktivitet shumë, me një larmishmëri aktivitetesh, e keni filluar shumë shpejt, mund të thua që në vitin 1945 keni mbaruar për dramaturgji. Doja të pyesja, çfarë është për juve teatri? Teatri për mua është gjithçka. Teatri për mua është jeta. Unë e njoha veten time në teatr. Dhe dalja nga radhët e aktorëve për mua ka qenë fatkeqësi. Ishte koha. Ishte periudha, ishte lufta e klasave. Kjo më mori edhe mua. Kjo është gjithçka. Do të flisja pak për karrierën tuaj artistike. Keni filluar fillimisht në çfarë moshë keni luajtur në estradën e Fierit? Shumë herët. Nuk e kam filluar me estradë, po e kam filluar me një grup të vogël, se unë jam katolike dhe fillimi im ka qenë parashkolloria bëheshe te Murgeshët. Atje kam pas rolin e parë të një angjëlli, që ndoshta ky angjëll më udhëhoqi në rrugën e teatrit. Pastaj kaluan vitet, në klasën e parë, në të dytën, erdhi çlirimi i qytetit Fierit. Entuziazmi i ditës së çlirimit që kishte përfshirë të gjithë, më përfshiu edhe mua. Kishim krijuar vetë një grup të vogël dhe ditën e çlirimit këndonim dhe kërcenim me aq sa dinim. Bile këtu kam edhe një... Po, mund t'i tregoni fotografi? Po. Mbas disa ditësh, jo shumë, u bë një manifestim i madh në qytetin e Fierit, ku mori pjesë gjithë populli i Fierit. Dikush, ku isha unë duke kërcyer, më mori dhe më vuri në një podium lëvizës. Që atë ditë, ka qenë dita e parë dita e parë e daljes në podium, ishte edhe dita e parë e fillimit të punës artistike.